E pra të nderuar miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Ajo që më së shumti më kërkohet në për komentet e mia është komentoje marrëdhënien e Rozanës edhe të Bjetës, Bjeta Sulës, moderatores, e cila mbrëm e vuri në dukje marrëdhënien të Gjestit edhe të Jozit. Okej. Gjatë një diskutimi që natën e mbrëmshme patën në shtëpinë e Big Brotherit, menjëherë pas përfundimit të sfidës apo të lojës që vllau i madh u dha moderatorëve brenda shtëpisë që të bënin disa pyetje për 4 finalistët dhe të merrnin mendimet e tyre, të merrnin qëndrimet e tyre dhe të merrnin përgjigjet e tyre më spontane të mundshme duke mos i menduar gjatë, Rozana e të Manushim, Bjeta Sulo dhe nuk më kujtohet kush ka qenë tjetër tek koltuku i kaltërt, ku po bisedonin për situatën që ndodhi brenda shtëpisë. Dhe një pyetje që u drejtua nga ana e Bjetës kundër drejt Rozanës ishte kjo: pse nuk e ndihmove Gjestin në momentin kur e goditi Jozi? Rozana u mundua që të arsyetohet në disa forma të ndryshme. Tani edhe unë kam menduar që Rozana nuk ka patur mundësi ta ndihmonte sepse ndodhi shumë shpejt situata, por mënyra se si Rozana përgjigje, do me thënë të letë të kuptosh që kjo vajzë po fshen një diçka. Ka thënë tjetër gjë në rrëfimin me banorët, tha tjetër gjë natën e mbrëmshme. Tani, Rozana tha që unë nuk e pash, unë tha mendova se ishte një diçka e mirë menduar, e pregaditur, e sajuar nga Jozi dhe Gjesti. Por është Rozana, banorja e cila pati reflektimin e parë që i tha Gjesti që mos e hap derën, mos e prek. Tani unë mendoj që Rozana ka pa diçka në sytë e Jozit, nga që të paktën Rozana ka qenë banorja e cila ka qëndruar më afër Jozit javët e fundit brenda shtëpisë të Big Brotherit. Dhe në momentin që Jozi e dëgjoi nga goja e Ledioni që Jozi dhe Loredana janë banorët të cilët duheshte të lënë shtëpinë e Big Brotherit, unë mendoj që Rozana e pa mlefin, e pa urrëtien, e pa xhelozinë, e pa trishtimin, e pa inatin të krijuar në moment në sytë e Jozit, edhe i dha një shenjë lajë këtij Gjestit. Por mënyra pse nuk u përzitën, unë mendoj që Rozana në këndin e një femrës u trëm shumë, edhe nuk u përzit dhe u qëndroi larg, se jo se e mbylli këndin trupi Jozit, se nuk është se Jozi ka thua shpaleçar trupi. Dhe në anën tjetër ishte Gerta e cila menjëherë vrapoi dhe u mundua që t'i jep mbështetjen edhe t'i jep forcën e parë Gjestit. Tani, pyetja e Bjeta Sulos ishte në konotacionin e tipit që ti ke qenë një shoqe shumë e afërt të Gjestit. Ti në shumicën e rasteve ke thënë që Gjestin unë e kam shok, Gjestin unë e kam vlla, Gjestin unë e kam mik, Gjestin unë e kam dost. E tani kur ti ke të gjitha këto gjërat, pse nuk reagove, nuk reflektove, po reagoi Gerta, reagoi Egli dhe nuk reagove ti fare, sepse Gerta ishte e para që në fakt vrapoi edhe u mundua që t'ja jep ndihmën Gjestit, sepse Gerta reagoi në sekond, do me thënë direkt e hoq Jozin edhe reagoi tek Gjesti. Unë mendoj që në këtë rast Rozana Radi nuk i ka mirë menduar gjërat dhe mendoj që është kjo xhelozia, sepse atna xhelozia ishte shumë e akumuluar brenda në shtëpi dhe nuk është më marrëdhënia e tyre siç ka qenë. Në qoftë se Rozana dhe Gjesti më përpara ishin shok të betuar dhe kishin një marrëdhënie shumë të mirë, nuk është më ajo, edhe pse unë kam thënë të disa të herë që Rozana dhe Gjesti mund të kenë një marrëdhënie jashtë, por në shumicën e rasteve unë shoh që Gjesti mund të ketë marrëdhënie shoqërore më të mirë me Gerta Gixharin se sa me Rozana Radin. Me shumë të drejtë Bjeta Sulo e bëri këtë pyetje, edhe pse realisht nuk mori përgjigje, sepse banorët nuk kanë përgjigje në këtë rast, sepse shumica e tyre në shumicën e gjërave edhe nuk do ta kishin ndihmuar Gjestin, sepse që në ditën e parë kur Gjesti ka hyrë në atë shtëpi, banorët e kanë pa me urrëtie. Ky është mendimi im, dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë.